Ajo që sot ne ju kemi ftuar është ta shikoni këtë lloj pamje të bukur në letër, e cila filloi diku në 2018-ën, kur u hap tenderi i parë ose ajo që u premtua Gostivarit si Aqua Parku ose Parku Ujor, dhe Gostivarasit u gëzuan shumë që do kemi edhe ne një Aqua Park në Gostivar, por për fatin e keq u harxhuan diku të 64.000 euro edhe gjithçka ngelin letër. Ja, kjo është ajo vizioni i kryetarit komunës të atërshëm, i cili e prezantoi në 3D, e prezantoi në letër, e fitoi besimin e qytetarëve, qytetarët i besuan, por gjithçka ngeli në këtë lloj pamje që shikoni ju. Shikoni që nga ajo kohë s'ka ndodhur asgjë. 64.000 u harxhuan, u shpenzuan dhe ju premtoj që ato që i kanë keq përdorur të parë t'i kthejnë një nga një vetë. Do t'i kthejnë paratë në komunë, sepse nuk mundet të harxhohen paratë për një plan, për një projekt, a në ndërkohë që asgjë mos bëhet me atë plan. Një lloj siç u premtuan parkingjet në kate që kërkuan si kemi, një lloj siç u premtuan shumë investimet të tjera dhe askund nuk janë, paratë u harxhuan, borxhi publik u bë 25 milion të paktën në mënyrë oficiale, në ndërkohë që ne po vuajmë beturina, vuajmë me qendra të saktë, me trotuar të zaptuara kështu me radhë.